pasje në dokumenta publike, për shembull ka qenë rasti vendimit e kryeministrit dhe ministrit të financave në zgjatjen e mandatit të drejtorit të doganave. Do me thonë që ka qenë një vendim publik dhe në atë vendim e kemi marrë dhe kemi tregu që faktikisht as qeveria në detyrë nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, dhe me këta që janë në kundërshtim edhe me ligjin për qeverinë edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ka pasur edhe disa vendime të tjera për ndarje të buxhetit, e kështu tani nuk di saktësisht detajet, se është departamenti ligjor në kuadër të LDK-s që i ka përgatitur. Mirë po, ne jemi thirrë tek nenët specifike të ligjit për qeverinë, dhe kem tregu që faktikisht komplet kabineti është në shkelje të ligjit për qeverinë dhe ka bo kallëzim penal sepse ka kriju konsekuenca. Dhe me thonë, po keq përdoren resurset, po keq përdoren zyrat, të cilat nuk mund të përdoren, dhe po keq përdoren, dhe me thonë, po keq përdoret buxheti, dhe ka keq përdorim të kompetencave. Sot, Albin Kurti nuk ka asë dhe një kompetencë më shumë se sa unë. Ai është deputet dhe unë jam deputete. Qëndrimi ti në zyrën e kryeministrit, shfrytëzimi truprojave, i 10 këshilltarëve, i komplet stafit, i veturave dhe gjithçka tjetër, dhe ushtrimi i ndikimit, mbajtja e mbledhjeve, organizimi, thirrja e mbledhjeve, mbledhjet online, ushtrimi i ndikimit, qoftë edhe të zavencat e tij për të nënshkruar në dokumenta të ndryshme, është komplet në kundërshtim me nenën 72 Por ju keni bërë vetëm kallëzime penale, nuk është se jeni drejtuar gjykatës kushtetuese për këto shkelje, për këtë rast. E vërtet është, do me thonë, këto kemi bë sepse gjykata kushtetuese tani me, do me thonë, ajo e din gjykata kushtetuese dhe të gjitha institucionet e din faktikisht që këta janë në shkelje kushtetuese. Pa edhe një akt gjykim, këta nuk do dalin si shkelës të kushtetuesës. Këta janë shkelës. Nuk e jep një akt gjykim gjykata kushtetuese, nuk njën si të tillë. Por kemi pas edhe të kaluarën qeveri në detyrë, Zonja Bajrami. A e ka komplikuar ligji për qeverin këtë çështje, apo e ka sqaruar një herë mirë këtë punë? Sepse derisa nuk e kemi pas këtë ligjin për qeverin, qeverit edhe të kaluarën kanë qenë në detyrë, kanë kryer detyra derisa është bërë qeveria e re. Jo qeverit e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Jo, të tjera. Të tjerat nuk e di. Po DK-ja ka mbajt një periudhë. Nuk mund të flas. Ne kemi pas një rregullore për funksionimin e qeverisë, ne kemi respektu pavarësisht që rregullorja, domethënë, nuk ka qenë e qartë siç është ligji për qeverinë. Mirë po, unë e di që në atë kohë, kur ne kemi bë betimin, si, domethënë, kemi qenë ministra në kabinetin e Isa Mustafës, kur kemi shku me bë betimin në kuvend, ne paraprakisht kemi dhënë ndërheqje. Kryeministri Isa Mustafa në atë kohë nuk ka qenë në listën e deputetëve, ka qëndruar në zyrën e kryeministrit, ndërkohë që ai ka caktuar ministra në detyrë, dhe më thonë ka caktu ministra në detyrë. Ka ardhur dikush e ka marrë detyrën në ministrinë time, unë e kam dorëzu detyrën, po unë s'jam kthy më. Të tjerë njerëz. Nuk jam kthy më në atë zyrë asnjëherë. Këta po thonë që kanë dhënë ndërheqje në ndërkohë që në baza ditore janë aty. Është e vërtetë që prej ditës kur LDK-ja ka dorëzu kallëzimet penale, këta nuk janë duke nënshkruar me dokumenta. Dokumentat janë duke nënshkruar zavensit e tyre. Mirë, po kjo shkelje dy fish sepse po qëndrojnë në zyre dhe po ushtrojnë ndikimin. Dhe më thonë këta po mbajnë lapsin atyre të cilët po nënshkruajnë për vendime të ndryshme. Sa për që, dhe më thonë, këta janë shkelës të Kushtetutës të Republikës së Kosovës, këtë e kanë shkel, ka 11 vendime të gjykatës kushtetuese, ka 10 ligje të gjykatës kushtetuese, të cilat opozita i ka dërguar në gjykatë kushtetuese dhe këta kanë shkel. Edhe ju them të drejtën, as turp nuk ju vije bile për Duhet kalojmë pak te problemet ekonomike, siç thash fillim, ju jeni opozita më e madhe e kësaj qeverie sa i përket ekonomisë, financave, energjisë, tregut e tjerë. Ministri në detyrë Ekuran Murati tha se po rrezikojmë t'i humbim 90 milion euro të bankës botërore HUA pa interes, pa kamat, dhe për këtë ju bëri thirrje juve për reflektim. Sepse një farforme po konsideron që ju jeni fajtor nëse e humbim këtë mundësi. 90 milion që nga banka botërore, para, pa kamat, pa interes. Dëgjoj, me e reduktu krizën institucionale dhe ngërçin politik në 90 milion euro kredi pa kamat nga banka botërore, nuk di, domethënë, nuk kam cilësime për zotin Murati, i cili bie në këtë pikë kaq të ulët. Unë nuk e kam dëgjuar asnjëherë zotin Murati të folë për qindra miliona euro, të cilat që 2 vite Kosova dhe qytetarët e saj nuk i gëzojnë grantet e Bashkësisë Evropiane për shkak se
për shkak të sjelljeve dhe forcisë të qeverisë Kurtit, domethënë të Muratit, të Albin Kurtit dhe të tjerëve, na jemi në masa ndëshkuese. Unë kam pas një listë të projekteve që më është dorëzuar në mandatin e kaluar nga ambasadat, nga njëra prej vendeve të Kujndit, me 293 milion euro projekte, të cilat janë pezullu, domethënë kanë qenë vetëm në ujrat e pishëm, në ujrat, domethënë riciklim të ujrave të zeza, deponite mbeturinave dhe bujqësi, i kemi pasur 293 milion euro, të cilat asnjëherë nuk kanë ardhur në Kosovë pikërisht për shkak të masave ndëshkuese. Por ne dhe dim se kemi Zoti Murati, e dim se kemi ato masa. Për shkak të sjelljeve të qeverisë në veri. Dhe Zoti Murati, dhe për shkak të sjelljeve, dhe çka kemi fituar në atë? Çfarë kemi fituar? Nuk po ju pyes juve çka kemi fituar apo jo, por a janë të arsyeshme, i konsideroni të arsyeshme këto masa nga ana e BE-s në raport me Kosovën për shkak të sjelljeve të qeverisë për shtri sovranitetin në veri? Përgjegjësi është qeveria. Nuk ka shtri qeveria kur farë sovranitetin. Parimisht, parimi qëndron se po mundohen të ashtrinë sovranitetin. Tash, cilat janë rezultatet është tjetër çështje. Parimi është ky. Jo, parimi është, na muj me folë për parime, për parimet muj me i folë vetëm kur qëndrojnë. Kur farë sovranitetin veri nuk ka. Kur farë sovraniteti. Dhe më thonë, është farës komplet televizijës vetëvendosje cila flet për sovranitet në veri. Ajo që po themu, në për shkak të sjelljeve, për shkak të kokëforcisë, të sjelljeve, të mungesës së koordinimit me aleat, në momente të caktuara, na përgjithse e bëjmë qeverinë për masat ndëshkuese të BE-s. A mendoj unë dhe a mendojnë LDK-ja që masat janë të drejta, natyrisht nuk mendojmë se masat janë të drejta, për shkak se në këtë rast nuk po ndëshkohet Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Po ndëshkohen të arsyeshme, është diskutuar shumë, madje edhe Siris i janë hequr. Po ndëshkohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Sankcionet i janë hequr Siris e jo Kosovës. Ne ishte dashur që në fakt, sikur ne të kishim një ministre të punëve të jashtme, e cila punon në interes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe nuk qohet prej mëngjesit deri në mbrëmje, për 4 vjet duke mendu se çka me ofendu dhe çka me shajt opozitën, e me bo kontrata deri në 7.000 euro për kur gjahet që dhe pa kur fa rezultateve, të pagu si rastin e Gani Jakupit, e të kontraktu miq e shok për lobim kënse, kishim pas në një ministri të punëve të jashtme që shduhet, ta kishim pas në një kryeministër që shduhet, na nuk i kishim pas masat ndëshkuese. Ta kishim pas një koordinim, sepse në fund të fundit vjen kufitare, Kosovë, Serbi, kush po e ruan? Nuk po e ruan lëvizja vetëvendosje, nuk po e ruan Xhelal Sfeqla, dhe nuk po e ruan pikërisht Fori. Absolutisht, andaj, zonja Koprani, neve na duhet me u koordinu me alatët, sepse shikoni çka ka ndodhur, shikoni në secilin pikë ka ndodhur dami, sepse masat ndëshkuese nuk janë vetëm dam financiar, janë dam i jashtëzakonshëm në imazhin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar.